Mergja i Fes, Ajatullahu i Madh Sheikh Hussein Nuri El Hamedani. Kushdo që thot dy dëshmit, me përjashtim të armiqve të Ehli Bejtit dhe El Kawarizve, është musliman dhe atë e përfshin rregullat e Islamit, si trashëgimia, mbrojtja e gjakut të tij, e pasurisë së tij, e nderit të tij e të tjera rregulla. Ata që përhapin përçarjen mes rrethanave të ummetit islam dhe i quajnë të pafem muslimanët, janë jashtë të vërtetës së fesë. Ata, nëse nuk janë drejt për së drejti shërbëtor të kolonializmit, sigurisht punojnë për realizimin e qëllimeve dashakeqëse të humbura e humbëse të atij kolonializmi, i cili me këto veprime synon zhdukjen e Islamit, fesë së profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe synojnë fshirjen e emrit të tij. Allahu i madhëruar thot në librin e tij: thuaj, a doni ju të lajmëroj për ata që më së shumti humbasin nga punët e veta, për ata përpjekja e të cilëve ka qenë e kotë në jetën e kësaj bote, ndërkohë që mendonin se po bënin vepra të mira? Dasht Allahu që muslimanët të jenë më të fortë se në të shkuarën, me qëllim që të lartësohet sa më shumë emri i kësaj feje të drejtë e të vërtetë dhe të mbrohet krenaria e saj, që muslimanët të kuptojnë kurthet që ngren armiqt. Prandaj, muslimanët duhet të përpiqen sa më shumë në këtë rrugë dhe të jenë të kujdesshëm që të mos ofendojnë simbolet e shenjta të muslimanëve, sepse kjo çon në përhapjen e përçarjes e të hipokrizisë në mesin e bijve të ummetit islam. Sigurisht që kjo përçarje i sjell dobi vetëm armiqve. Çdo vepër që çon në gjakderdhjen e të pafajshmëve është e ndaluar haram.